Sepse është faktikisht për të burgëzuar që dy vëllezër punojnë me njëri tjetrin, njohim dhe histori të tjera, ku nuk është e mundshme. Po. Por tek ju funksionon mirë? Po, absolute. Se kishin në fillim vitin e parë do gjeshin një sistem si të punojmë do të bashkë, se ishin si vëllezër njëshin vetëm në shtëpi. Si u merrshe pasaj që ishin në edhe emocionet, por tani është shumë e bukur dhe njoft një partner më të mirë, si e kam dhënë një vllajt se ne jemi në një lloj balans, se unë jam shumë ai që jam me gjërat emocionale ose kreative dhe kështu, do thotë të shoh e them për gjërat ullakët, më keni bën gjërat më shumë me sistem, do i bëm më kështu si katroshe, edhe kështu që është thomi shumë mirë. Është ai që është më i ftohtë në gjykime, do thoya? Ti je më shumë emocionale. Shumë gazeshte, po. Okej, allora. Janë disa gjëra që kemi pasaj forcat, për shembull, atë icebreaker e bëjmë për shembull, që futëm në një dhomë ku ja krijes edhe mund t'i kaptot me emocion njerëz. Edhe magini i vënë në sisteme, kështu që mund të mendojmë si mund t'i vëmë dot këto kontaktet të reja në një sistem. Kështu që kjo është Keni gjetur forcën e njëri tjetrit, edhe kështu keni një bashkëpunim mirë. Më vjen shumë mirë.